Barometri Euronews Albania ka publikuar matjet e dyta politike për qarkun e Tiranës. Në këto matje janë pyetur 1000 qytetarë brenda qarkut, të shpërndarë sipas popullsisë në 5 bashkitë përbërëse. Mbledhja e dhënave është realizuar nga 22 marsi deri më 3 prill 2025. Bazuar në të gjitha të dhënat që sjell matja e dytë politike për qarkun e Tiranës, prirja e votos dhe të gjithë treguesit e tjerë në këtë matje, barometri ka përllogaritur edhe projeksionin e mundshëm të votës së 11 majit për qarkun më të madh në vend. Sipas këtij projeksioni, Partia Socialiste do të merrte potencialisht 47.4% plus minus 2% marzhi i gabimit, ose përkthyer në 19 mandate. Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Partia Demokratike, do të merrte potencialisht 30.7% plus minus 2% marzhi i gabimit të votës së 11 majit përkthyer në 12 mandate. Nisma Shqipëria Bëhet dhe Partia Mundësia potencialisht mund të merrnin 7.4% plus minus 1.5% marzhi i gabimit, secila praktikisht pothuajse nga 2-3 mandate për secilin nga subjektet, minimalisht 5 mandate të dyja. Lëvizja Bashkë do të merrte potencialisht 4.1% plus minus 1% marzhi i gabimit të votës së 11 majit dhe një mandat nga 37 të qarkut të Tiranës.